humbje e thellë në fakt ndaj Vllaznisë, sa i shkënjyer dilni nga kjo ndeshje. Po ta shikosh si rezultat, sigurisht që është një rezultat që nuk na pëlqen, sepse është një rezultat me 3 gola, por që po ta marrësh në vazhdimsi është fitoria e parë e Vllaznisë Karshi Dinamo, sepse në gjithë takimet e tjera kemi qenë me 2 fitore, ndoshta kemi shkuar edhe me 3 gola në Shkodër, pikërisht këtu. Ka qenë një pjesë e parë që ka qenë më shumë me raste të pastra për ekipin tonë, që do të thotë nëse do kishim qenë cinik, jo se po bonim një lojë të mirë, nëse do kishin qenë cinik me rastet e Zabërgjës edhe Vilës, ndoshta mund të luanim ne në mënyrën që zgjodhi të luante Shkodra mas golit parë të tyre. Gjithsesi, futbolli i ka prezent gjitha rezultatet dhe përtej asaj ne sot kishim akoma prap mungesa dhe lojtarët që kanë luajtur Gudjabi apo disa lojtarë tjerë janë lojtarë që nuk kanë pasur minutazhin e duhur sepse vinë nga dëmtimet dhe nuk kanë formën e duhur për të përballuar një ndeshje të fortë siç është ajo me Vllaznin. Profesor, ku gaboi Dinamo sot më shumë sipas jush? Gaboi në e para gaboi më shumë në pjesën e dytë, sepse edhe marrja e golit dytë ishte një gol që mund ta kishim evituar, sepse ishte një veprim individual jo i mirë i mbrojtësit tonë, por që ajo që gaboi ishte starti i ndeshjes, nuk ishte me motivin me për shkak të mungesave, nuk ishin me motivin që kemi startuar në ndeshjet e tjera. Ishte një ndër ndeshjet më të dobta të këtij kampionati që sot Shkodër profesor për ju. Unë do të thoja që për pjesën e dytë mund të them që ishte nga ndeshjet më të dobta që kemi bërë. Pse kjo Dinamo ka ndryshe përballë Vllaznisë këtë përballje? Ku 4 duelet e tjera keni qenë ju që keni zgjuar lojën dhe fushën. Sot sikur janë atë terrenit Vllaznisë. Atëherë po të shikojmë, Itodo është lojtar që ka 12 gola bashkë me Zabërgjën, që është goleshtrënuesi jonë kryesor bashkë me Zabërgjën. Sot ka hyrë me një minutazh të limituar. Bregu ka qenë për të bërë stërvitje sot, sepse nuk për shkak gjendjes shëndetësore nuk mund të luante fare, që është lojtari i dytë goleshtrënues tek skuadra, tek neve. Mungesa e Qefalis, që është një lojtar që organizon shumë mirë nga poshtë lart dhe ka goxha pesh brenda organizimit, sidomos sulmeve tona, edhe ai për shkak të kartonave mungonte. Futja e Gudjabit apo dhe 2-3 lojtarëve të tjerë që nuk e kanë gjendjen e tyre optimale fizike, sepse vinë nga dëmtimet. Kjo besoj këto janë disa arsye që sot neve nuk ishim në atë gjendje që kemi qenë në herët e tjera përballë Vllaznisë. Kush do jetë vendi? Ti marrim gjërat një nga një. Ne vazhdojmë të jemi ashtu siç edhe Vllaznia, që i kemi të dyja shanset për edhe vazhdimin e kampionatit dhe të kupës. Meqense ndeshja e radhës është kampionatit, shohim kampionatin se kush do luftoj për të marrë vendin e dytë. Pastaj kur të vijë rradha e kupës, sigurisht do të flasim për kupën. Keni përpara profesor 2 kundërshtar që në fakt janë luftë për rënje nga kategoria si Laçi dhe Tirana, si shikon? Atëherë, kjo është një pyetje që nuk më takon mua, sepse unë jam trajneri i Dinamos. Jo, si shikon përballje me ju, flas, jo. Neve do t'i vlerësojmë çdo kundërshtar që do kemi përpara. Dhe nuk mund të themi ne se do qëndrojnë kategori filan ekip apo do dali filan ekip, sepse është një pjesë e ndjeshme, sepse secili ekip ka luftuar gjatë gjithë kampionatit, kështu që nuk më takon mua që të përgjigjem.